Britania i dhuron policisë shqiptare pajisje imazherike të teknologjisë së lartë me vlerën e 18.000 eurove. Qeveria e Britanisë së Bashkuar i ka dhuruar policisë shqiptare pajisje imazherike të teknologjisë së lartë me vlerë mbi 18 milion euro. Marrëveshja për donacionin vijim të bashkëpunimit solid dhe ndihmës konkrete të partnerëve britanik u nënshkrua nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda dhe nga përfaqësuesi i zyrës së operacioneve ndërkombëtare të Departamentit të Operacioneve Ndërkombëtare të Ministrisë së Brendshme të Britanisë Stefan Lau. Drejtor Proda, nëpërmjet Stefan Lau, falenderoi Ministrinë e Brendshme të Britanisë Madhe për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme dhe theksoi se bashkëpunimi i ndërtuar mbi profesionalizmin dhe besimin reciprok do të ndikojë drejt për drejt në revanshin e ligjit në luftën kundër krimit në përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçanti. Pajisjet e revolucionit të lartë do të i shërbejnë departamentit për kufirin dhe migracionin për dedikimin e shpejtë të lëndëve narkotike, armëve dhe mallrave të cilat tentojnë të futen të dalin nga territori i Republikës së Shqipërisë duke i fshehur në vende të përshtatura paraprakisht. Si rezultat i përdorimit të këtyre pajisjeve në këto raste të krimeve kufitare do të sigurohen prova materiale të padëmtuara. Ky donacion pasoi donacionin e datës 28 janar 2025 të partnerëve britanik të 4 dronëve termik dhe 2 detektorëve. Donacionet janë dëshmi konkrete bashkëpunimit të ngushtë nëpërmjet Policisë së Shtetit dhe partnerëve britanik.